Çfarë do të mendonit nëse do të ju thoja se ekziston një lëvizje ake vjetër sa njerëzimi, ake natyrshme sa frymëmarrja, e megjithatë bota moderne e ka lënë harrese. Një gest që nuk kërkon makina palestra, rutinat e lodhshme. Dhe kë, i praktikuar vazhdimisht, mund të gjetë selesi për të mbajtur trupin tuaj të ri, të shkathet dhe të forte edhe ndersa vitet grumbullohen. Ajo lëvizje është mbledhje e thellë edhe pse shumica e njerëzve sot e shmangin ose e konsiderojnë të rrezikshme. E vërteta është se ajo që është vërtet e rrezikshme është hamja e aftësisë për ta bërë atë. Sepse kur trupi harron këtë model primitiv, fillon procesi i vërtet i plakjes, ngurtesi, dhimbje, varësi. Imagjinoni për një moment skenën me të thjeshtë, një femije që luan, ai perkulet për të marrë, një loderde, pamundim, merr këndrimin e persosur të një ulgjegje të thellë. Shpina drejt, këmbet e tij të vendosura fort, lengu i taj ke merr frime. Në atë gjeste pafajshëm është koduar dizajni original i trupit të njeriut. Ne të gjithë lindim me atë mençuri të gdhendur në vetë kenjen tone. Por, me kalimin e kohes, ndalojme se praktikuari atë, dhe ajo që dikur ishte e natyrshme bëhet e vështire, po thuaj se e pamundur. Dhe çfarë ndodh kur e harrojme këtë sekret? Trupi fillon të kompensojë. Përdorim duart për të ngritur veten, perkulemin e shpinën e vend të vitheve, bajgjme hapa me të shkurter. Pak nga pak, humbasim shkathesine, pavaresine dhe magje dhe besimin në lëvizjen tone. Plakja nuk fillon me rrudha, ajo fillon me humgjen e kesaj rrjedhshmërisë tërgjeshore. Magjia e ulgjes se telle këndron në thjeshtësinë e saj. Me një lëvizje të vetme, aktivizon muskujt e vitheve, quadricepsit, kofsheve të pasme, barkut dhe shpines, hapigjet, gjungjet dhe kiqet e këmbeve, zagjon karkullimin e gjakut të ndihmon tretjen. Rështesin gje oda e heshtur për vitalitetin, një praktike kë lid muskujt, kokat dhe energjine në njevale për të rritjegje. Në këtë video do të zbulojme, pse ulja e thellë në këmbe është kuajtur ushtrimi me i fukishem kunder plakjes, si kjo lëvizje aktivizon karket e forces dhe gjatësise për të cilat shumika, e njerëzve nuk gjane të vetëditshëm. Urtësia e lashta që fshihet pas këtij modeli primitiv lëvizjeje. Dhe, mbi tek gjitha, si mund të përfshini atë në jetën tuaj të përditshme për të rifituar jo vetëm lëvizshmërinë tuaj, por edhe energjinë tuaj jetësore. 90% e njerëzve nuk e dinë këtë, por ju nuk do të gjeni pjesë e asaj përkindjeje. Sepse sot do të zbuloni se sekreti i vërtetë i antiplakjes nuk gjane trajtimet e shtrenjta, por të kushtoni atë që trupi juaj ka ditur gjithmonë të bëjë. Të ulet, të mbështetet dhe të ngrihet përsëri. Përgatituni, ajo që duket si një ushtrim i thjeshtë, në realitet është një rit i fukise fizike dhe shpirtërore. Një lëvizje para ardhese për të kuptuar pse ulja e thellë mund të konsiderohet si një ushtrim kundër plakjes, duhet të kthehemi në origjinën e njerëzimit. Përpara karrigeve, divaneve dhe zirave, kenjet njerëzore gjetonin në kontakt të vazhdueshëm me token. Ata gatuanin pranë zjarrit, mblidhnin fruta, pushonin nën pemë dhe takoheshin në rrethe. Dhe pozicioni me i zakonshëm në të gjithë këtë nuk ishte ajo që ne tani e quajmë ulur, por përkundrazi, mbledhje e thellë, këmbet në toke, vitet ulet, shtilla kurrizore drejt. Ky këndrim ishte, në shumë kultura, një simbol i lidhjes me thelbin, midis popujve indigjene të Afrikës dhe Amerikës. Këndrimi ulur përdoraj për të punuar token, për të ndare histori ose për të kryer ritualet kolektive. Nuk shihej si ushtrim, por si një pjesë e natyrshme e jetës. Filozofia pastigva se karte, të këndroje pranë tokes do të thoshte të këndroje pranë nenes toke, i perullur dhe modest. Në Azi, veçanërisht në Kine, Indi dhe Japoni, ulja e thellë në këmbe ishte integruar në jetën e përditshme derivone. Të hagjegjate uljes në këmbe, të bisedoje në atë pozicion ose të pushoje në të ishte diçka e zakonshme, por për të i praktike se saj, vlera e saj energjike njihej. Në traditën e jogas, shumë pozicione që hapin vitet dhe forkojnë këmbet rjedhin nga ki model primitiv. Tu hej se duke u ulur në toke, kenja njerëzore balanson të chakrat e poshtme, rëngjet e vitalitetit dhe stabilitetit, dhe se duke e mbajtur shpinën drejt, energjia jetësore legjohej të rjedhe lirëshem, prana ose shpenzoj, ngjiten lirisht lartë. Edhe në kulturat e lashta perëndimore, ulja në këmbe kishte rëndësi filozofike.
Filozofet greke e ngjihnin se lëvizja ishte thelbësore për shëndetin si të trupit ashtu edhe të shpirtit. Hipokrati, babai I mjekësisë, tha se mungesa e lëvizjes shkatërron gjendjen e mirëtes duke njëjën njerëzore, ndërsa ushtrimet e ruajnë atë. Edhe pse ai nuk po fliste drejt për uljen në këmbë, parimi ishte ati. Aftësia për të ulur në këmbë dhe për të ngritur në këmbë ishte dashmi e forces, tek gjatësisë dhe vitalitetit. Me kalimin e kohës, moderniteti na distancoi nga toka. Karriget zëvendësuan uljet në pozicionin e perkullur dhe bashke me të erdhi edhe ngurtesja. Humbem kontaktin e drejt për drejta me tokën dhe. Bashke me të, mençurina e ngjë lëvizjegje kë në mbante në gjetë të regja. Sot, në shume kultura të industrializuara, të moshuarit nuk mund të kendrojnë me në pozicionin e perkullur. Ndërsa në komunitetet rurale dhe tradicionale kjo kendrim më mbetet pjese, e gjetes se përditshme dhe njerëzit e ruajnë lëvishmërinë deri në plekeri. Filozofikisht, mbledhja e thele përmban një mesim të Fukishem, ai që ditë zbreset dhe të ngrihet, e ruan fukine e gjetes. Shtënje simboli perulesise dhe këndrueshmërise, të zbresesh për të ngritur përseri. Sa herë kë praktikon këtë gjest, nuk po stervit vetëm muskujt, por po stervit edhe shpirtin tënd në artin e riperteritjes. Kështu, ajo që nënte dhjetë e nënte përkind e njerëzve ingjorojnë, nuk është thjesht ushtrimi fizik, por një trashëgimi kulturore dhe shpirtërore që na kujton një të vërtetë të pakëndshme. E kemi bërë jetën akte sofistikuar sa kemi harruar se çfarë është thelbësore. Dhe në këtë harrese këndron një nga rrengjet e plagjes së parakohshme. Fukia e fshehur e lëvizjes shumika e njerëzve e shokerojnë rinine me pamjen e gjashtme. Lekure të lemuar, mungese rrudash, një fytyre plot gjalleri. Por në realitet, shenja e vërtetë e rinise nuk është në paskire, por në trupën në lëvizje. Aftësia për të perkullur dhe për të këndruar lirshëm, për të mbajtur shpinën drejt dhe nugjet e lira. Është paskirimi me I vërtetë I vitalitetit të brendshëm. Dhe është këtu ku mbledhja e tele behet perla e fshehur e antiplagjes. Fizikisht, kjo lëvizje angazhon pothuajse çdo sistem në trup, ndërsa zbrisni në një ulje të thelle, aktivizohen këmbët, vithet, igjet dhe barku. Shpina gjuaj punon për të ruajtur shtrirgjen, kiqet e këmbëve të riftojnë lëvizshmërinë dhe karkullimi I gjakut stimulohet intensivisht. Qashtësite aktivizonin gjë kark të plote energjie që kalon në për qëdo muskull dhe një. Nuk ka asnjë ushtrim që tër kak të thjeshtë, por kak gjithë përfshires. Bat ajo që është me rëndësishme është ajo që ndodh nga brenda. Me çdo zbritje, presioni I barkut rregullohet dhe organet e brendshme marrin një masazh natyral. Zorret aktivizohen, tretja përmirësohet dhe diafragma gjen një gameme të gjere lëvizjesh. Me fjalët e tjera, trupi jo vetëm që forkohet, por edhe detoksifikohet. Kjo është arsyeja pse, në mjekësinë tradicionale kineze, këndrimet të ngjashme rekomandoheshin për të ngjitur gjatësinë. Nuk kishte të bënte me skalitjen e muskujve, por me ruajtjen e rrjedhës gjatësore. Shpenzoj, I lire dhe I bolshem. Tani, nëse e shikojmë lëvizjen nga një perspektive shpirtërore, zbulojmë edhe me shumë shtresa kuptimi. Ulja e telle përfakeson aktin e zbres drejt tokes dhe pastaj të ringjalesh. Është një ritual fizik perulesi dhe rilindjegje. Me çdo zbritje, ti njeh rrengjet e tua, ti kthehesh në toke, në telb, në origjine. Me çdo ngjitje, ti rilind, si dikush që ngrihet nga hiri me forse dhe kartesi me tema dhe. Praktikimi I kësaj është, në një fare mënyre, përsëritja e ciklit të përjetshëm të vdekjes dhe rilindjes që përshkon të gjithë ekzistencë. Ajo që është interesante është se ky gjest funksionon edhe në një nivel energjik, duke hapur vithet dhe kiqet e këmbëve. Ju zblokoni zonat ku kemi tendencë të grumbullojmë tension dhe emocione të pasgjidhura. Tradita e gjoges meson se vithet janë depo të kushtimeve emocionale. Duke I lëvizur ato, duke I hapur, duke u dhënë hapësire, ato kushtime fillojnë të slirohen. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndjejnë lehtësim, madje edhe dëshirën për të kare, kur praktikojnë mbledhje të thella. Trupi flet dhe lëvizja bëhet një rrugë drejt katarsisit. Mund të mendojmë këtë ushtrim si një burim I fshehur I rinise, nuk është një ilaç apo një mrekulli, por një model lëvizjeje që zgjon në trup kushtimin I asaj që do të thotë të jesh gjallë. Duke e praktikuar vazhdimisht, trupi kushton atë që ka harruar, si të lëvizë pa dhimbje, si të këndroje pa frikë,
si të rgjedhe me gravitetin pa luftuar kundër tij. Përveç kësaj, ambledhjet e tella servisin diçka që përmendet ralle në botën moderne të fitnessit. Vete besim ata që mund të perkulen pa frikës e mos bijan, që mund të këndrojnë afer tokes dhe të ngrihen lehtësisht. Ruajnë jo vetëm lëvizshmërinë, por edhe autonominë. Dhe autonomia është nga format me të pastrat e lirise. Mos varesja nga bastuni ose nga ndihma e të diteve per aktivitetet themelore të përditshme është, në vetvete, një antidot ndaj plekerise. Kështu, ajo që duket si një ushtrim i thjeshta është në të vërtetë një lëvizje alkimike që e bashkon fiziken, energjinë dhe shpirtëroren. Një praktike që, për taj tonifikimit ose forsimit, në kushton se sekreti i jetëgjatësisë nuk këndron në shtimin e me shume, por në kthim në bazat. Nuankat e fshehurat e ulgjes së telle. Tashme kemi arritur të kuptojmë se ulgja e telle, në pozicionin e perkulgjes nuk është vetëm një ushtrim fizik, por një gest i mbushur me simbolike, fuki rigjeneruese dhe lidhje shpirtërore. Megjithatë, ka nuanca me pak të dukshme që meritojnë vëmendje. Sepse ajo që shumë njerëz e konsiderojnë një lëvizje të thjeshtë mund të bëhet një praktike e vetes bulimit nëse bëhet me vetëdije të plotë. Një nga aspektet me të habitshme është se veshtiresja në krierjen e një mbledhjeje të telle nuk është e natyrshme, nuk është fizike, por kulturore. Trupi i njeriut është projektuar për të berekete. Fëmijët e vegjël e bajnë me lehtësi të plotë, pas tërvitje apo përpjekje. Por në shokerit e moderne, teprika e karigeve dhe mungesa e kontaktit me token e kanë atrofizuar këtë aftësi. Ajo që duhet të jetan një model baze lëvizjeje, tani perceptohet si një sfide pothuajse e pamundur për milionat e rritur. Dhe këtu këndron një e vërteta e hidhur. Ne nuk jemi plakur sepse vitet kanë kaluar, por sepse kemi harruar si të lëvizim ashtu siç ishte menduar. Një nuanse tjetër e rëndësishme është kontradikta midis rehatise dhe jetëgjatësisë, e rrethojme veten me divane, karriget e larta, krevate prej pelushi, gjithçka e projektuar për të, na e bere jetën me të lehtë, por ati këndron kurti, duke zvogeluar përpjekjen e trupit, e do besoj me atë. Ulgja i telle na kushton se rehatia e vërtetë nuk ka të bëjë me shmangjen e përpjekjes, por me ruajtjen e kapacitetit për të ushtruar atë. Shtë një thirrje për të kthyer në toke, për të kontaktuar me token, në atë hapësire ku jeta mbështetet nga thjeshtësia. Ekziston edhe një aspekt energjik pak i eksploruar, mbledhja e telle si portal routing në një botë me ritem të shpejtë. Ne jetojmë me energjinë tonë të shpërndar e lartë, në mendjet tona, në shkëtesimet tona. Duke u ulur, gju e drejtoni fjale për fjale energjinë tuaj drejt tokes, duke forkuar çakren rëngjësore, këndrën që na jep stabilitet, sigurit e lidhje me botën materiale. Shtasi te tokezoni shpirtin tuaj, duke liruar atë që është e tepërtë duke rimbushur atë që është thelbësore. Madje ekziston edhe një dimension i thellë emocional. Shumë njerëz përjetojnë shkëtesim derisa mbajnë këtë poze. Jo vetëm për shkak të ngurtësisë fizike, por sepse trupi ruan kushtimin e igje. Gjungje dhe kiqe të kembeve. Ki shkëtesim është ngjëftese për të çliruar. Çdo sekonde në një mbledhje të thellë është një akt guksimi. Gju uleni me shkëtesimin tuaj. E vezgoni atë, merrni frime dhe gradualisht e transformoni atë në forse. Se fundmi, është e rëndësishme të kuptohet se ulgja e thellën e kembe nuk ka të bëjë me persosmërinë estetike. Nuk është një lëvizje palestre për të skalitur vithet ose kembet. Është një ritual i përditshëm bëhet fjale për të pire nga burimi i lëvizshmërisë, për të kushtuar se je ende i aftë të ngrihesh e të ulesh vete. Kjo aftësi e thjeshtë mund të bëjë diferencën midis plakjes me kufizime ose plakjes me dinjitet, liri dhe vitalitet. Shkurt, ulgja e thellën e gjungje nuk është një mode apo trend. Është ilaçi stergjishor që e kemi injoruar. Një praktike që na kthen atë që moderniteti na vodi. Lidhjen me token, me trupat tane dhe me vetëgjeten. Rifitoni fukine e lëvizjes se harruar sekreti, i antiplakjes nuk gjendet të kremrat, e shtrenjte apo kapsulat mrekulliberese. Ai këndron si gjithmone, të thjeshtësia. Trupi zoteron alkimine e vetë, por ka nevoje që ne ti kuqtoj me gjestet që e mbajnë gjalle. Ambledhje e thellë nuk duhet të gjeta një sfide, por një aftësi e përditshme. Dhe rifitimi i këtij këndrimi mund të bëhet një udhëtim transformimi fizik dhe shpirtëror. Gja disa keshilla për të bere ke televizjen një rutinë të lehte për të përfshire në jetën tuaj. Sasën pari, fillo nga ati ku gje.
Nuk ka rende si nese nuk mund të zbresesh me shume se disa sentimetra sot. Prosesi nuk ka të begje me detirimin. Por me, mbajment pak nga pak ajo ke trupi gjuaj dinte tashme si tabente. Ulunin në nje karriget e ulet dhe praktikoni kendrimin në kembe pa perdorur duart. Perdorni mbeshtet gjenese eshte e nevojshme. Por bajgjeni me kellim, që do dita ke perpikeni. U kuqtoni muskuqve dhe njëve tuaja kellimin e tire original. Sa diti, begjini ushtrimet me kembe në kembe nje zakon të perdit shem. Mos i rezervoni vetem per stervice. Integroni kendrimin në jeten tuaj. Kur ngrini diçka nga dishemegja, begjeni ate në nje ulgje të telle në vend këte perkuleni. Kur doni të pushoni, perpikni të kendroni në kete pozicion per disa sekonda në vend këte shtrihenik gjithmone per nje karige. Në fillim do të gjete e pakendshme, por me kalimin e kohes trupi gjuash do të njohe ate per ate ke eshte. Shtepja natyrore e levizjes. E treta, merr një frime në pozicionin e duhur. Cele si nuk eshte vetem të zbresesh, por të kendrosh poshte dhe merr një frime me vete digje. Në gjenike vitet tuaja zgerohen, kiqete kembeve relaksohen, dhe diafragma gjuaj, gjen me shume hapesire per televizur. Imaginoni questo thithje në kete pozicione shtëngje glenjke energji gjetesore dhe se që do në kësjergje liron tensionin e akumuluar në toke. E ka të bëdëwarti, perdorni kendrimin si meditim. Mos e shihni ulgjen e thelle thjesht si nje ushtrim fizik. Transformogeni ate në nje ritual meditues. Vendosni duart se bashku para zemre suaj. Mbilni site dhe kendroni të heshtur. Vezgoni se qfare lind. Siklet, ngurtesi, mendime. Poza gjume son durim dhe perulesi. Do të zbuloni se mbani ekuilibrin tuaj afer tokes, gjithashtu ekuilibron men gjen tuaj. San pesta, bagje token aleatin tënd. Afrohuni me shume me tene gjetene perditshme. Uluni në disheme per të leksuar, per të pare televizor ose per të kaluar kohe me familjen tuaj. Alternimi midis ulgjes në disheme dhe ulgjes perdhe do t'i forkogje vitet dhe gjungjet pa e vene refare. Mos harroni, se do minute kë kaloni larg tokes eshte nje minute kë harroni formen tuaj naturale. Eg gjasht, festoni që do hap per para, mosu per pik per persosmeri. Festo që do sekonde shtese kë mund të mbash pozicionin, që do sentimeter shtese kë arrin të ulesh, që do here kë trupi jet per gjigjet me rgjet shmeri me te madhe. Progresin e mbledhjen e tele nuk matet me mase muskulore, por me liria e rifituar. Mesimi i vertete eshte se nuk keni nevoje të shpikni asgje, thjesht mbani mend. Mbledhja e tele eshte gjuha originale e trupit dhe që do here kë e praktikoni, zgjoni kushtesen, stergjishore të vitalitetit. Begjeni aleatin tuaj të perdit qem dhe do të zbuloni se antiplakja nuk eshte në gjemit, por nje pasogje natyrore e të gjetuarit në harmoni me dizajnin tuaj. Kathimin e levizjen per ruajtjen e gjetes, ne kemi nisur nje udhetim ke në kaquar nga rengjet me të lashtate njerezimit deri në ditet e sotme, duke zbuluar një sekret ke bota moderne i kalene në harrese, mbledhje e thele, levizja ke nente djete, e nente per kind e njerezve e ingjorojne, me gjithat e mund të begje ndryshimin midis plakjes se ngurte ose të gjetuarit me vitalitet. Gjegja me e habitshme në lidhje me të gjithhe kete, eshte thjeshtesia e saj. Nuk kërkon palestra, nuk kërkon pagjigjet e shtrenjta dhe nuk ka programe komplekse. Janë shtaj arritshme per të gjithhe, kudo, ne që do kohe. Akti i ulgjes ne toke dhe ngritjes per seri per mban alkimine i rinise. Forkon muskusht, liron njët, stimulon organet e brendshme dhe zgjon energjine gjetesore kë, rjed ne per trup si ngjelume indritshëm, bat per tej përfitimeve fizike. Mbledhje e thelle na ofron një mesim shpirteror. Jeta eshte një cikel i vazhdueshëm zbritjeje dhe rilindjeje. Çdo here ke bie, pranon perulesine e kthimit në toke. Çdo here ke ngrihesh, feston forcen per tu ngritur per seri. Ki kendrim eshte nje kushtesese pavaresisht. Sa here bie në gjete, ajo ke karendesi eshte ruajtja e aftesi se per tu ngritur me dinjitet. Plakja, e kuptuar nga nje perspektive ezoterik, nuk eshte thjesht kalimi i viteve, por humgja e lidhjes me ate ke eshte thelbesore. Kur ndalojme se levizuri si gjemi projektuar, kur largohemi nga toka, filojme te harrojme rengjet tona, dhe duke harruar, plakemi para kohe. Rikthimi i pozicionit të thelle të ulur nuk eshte vetem një akt fizik, eshte një kthim në kushtesen stergjishor të asaj që do të thote të gjesh gjale. Tani, vendimi eshte i gjuagji.
Mund të vazhdoni ta ingjoroni këtë sekret, por menira se si e përjetojmë varet nga zgjedhjet tona. Sot, ju keni zbuluar një zgjedhje të fuqishme. Tek të heni televizja që ruan gjeten.